Nuk e kanë prit fukaraja me artë të shpia, i nënshmu me i lik, i përshmu me thonë, o vla s'kambe, mos e prit qashtu. Sa zëngini pik kibri, thot, po pse shumë ka kalzuaj muhe? Po pse me duhet ti me të kalzuaj? Pse duhet ti me të kalzuaj? Kush të ka dhanë ti buk? Allahu Gjellu Ala. Atë kush e ka kryuë? Fukaraja nësa fukara nuk ka i lik. Ka fukara të ndërshëm, thot Allahu Subhanahu wa Ta'ala, për disa prej fukarave. Ka prej fukarave të cilët njerëzit që si njojnë mendojnë zëngina. Ti a menon se çdo fukara të zgadorën. Po ka fukara që vdes me kënaqëri dhe s'ta zgadorën. Ama ti ku ka me të ftira që ki mundësimin ndihmua se ki ndihmua. Andaj hadithin e parë që e ka sjell Imam Buhariu, e ka sjell një hadith kur kanë ardhur sef te banorët e Mekkës, muhaxhir te Medinja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, s'kan pas holla, s'kan pas pasuri. Ndërkohë që medinasit janë kon toka të veta dhe i kanë punu hurmat. Andaj ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë thonë ja Rasulullah, daje mes neve hurmat që i punojmë ne, mes neve dhe muhaxhirve, me kelive, se këta s'kan ushqim. Çka tha mesam? Jo, ju me punu, e këta me hangër gatshëm me gjithë se kanë nevojë. Tha jo. Ata çka thanë sahabët prej Medinës, Ensar, thanë ja Rasulullah, edhe ju drejtun me kelive, të këfunel me une, atëra muni ju me punu me neve, me na ndihmu e derisa ne i bëjmë hurmat, e pastaj ja u japim edhe pjesën e ushqimit. Atëherë thanë po, dhe u alejoj kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por këtë arsye të nderuar xhamat, e para që duhet ta mësojmë, edhe nëse s'ka thatësi, është se si duhet besimtari me qenë dorë zgjatur e besimtarit, dhe jo me qenë ai i cili jeton për veti. Ai i cili jeton për veti vdes i vogël. Ai i cili jeton për hir të Zotit. Ai i cili jeton për mi ndihmue të varfërve. Ai i cili jeton për një fjalë të mirë. Ai i cili jeton për me bë mirë. Ai vdes i madh. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka jetu për hir të Zotit xhelle xhelalu. Andaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa rafa'na laka dhikrak, dhe ta kemi ngrit nalt emrin tan. Shikon dunia, disa pasaniki ka ekzistuar, as emrat që u ditë kush bile, se ka jetu për veti. Sa mbreti ka ekzistuar kur kush e di, se ka jetu për veti. Ndërkohë që ka dikush që nuk i njeh titujt e muslimanëve. A ka dikush që nuk i njeh zënginat e muslimanëve. Ebu Bekr Siddiku kon zëngin, milioner u kon, ama u kon njëri i cili s'ka jetu për veti. S'ka jetu për Omer Khattabi, s'ka jetu për veti. Sot njerëzit jetojnë veç për vetin e vet. Dhe fjalët i kanë të mëdha, punët i kanë të vogla. Fjalët i kanë të mëdha, ndërkohë që karakterat i kanë të vogla. Sahabët e pejgamberit nuk i mbronin gjërat me fjalë, i mbronin me vepra. Andaj thanë jo, s'mojna me pranu kështu. Punojmë bashkë me juve, pastaj e hajmë frytin. E hajmë atë çka e ka punu dora jonë. E hajmë atë çka e ka djersit koka jonë. E jo me hangër ata e cila është hak i huj. Nëse me hangër hakin e huj është shumë rëndë të ndëruar xhamat. Sikur që kemi përmend 3 regjistra që i ka Allahu subhanahu wa taala ditën e Kiametit. Hadithi i radhës e përmend hadithin e Omer Khattabit, në vitin kur ka kap thatësi e madhe, derisa janë harxhu këta ushqimet, pastaj ka bëu dua Omer Khattabi, ka thënë Allahumma rzuqhum ala ruusil jibal, ka thënë Allah shloje shiun në kokat, në majat e kodrave, dhe pastaj Allahu xheleu ka përgjigj dhe pastaj ka treguar rregullin e artë të ekonomisë, ka thënë ku ka për një, ka edhe për 2, ku ka për 2, ka edhe për 4, e kështu me radhë nga hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe hadithin e fundit nga Salamata ibn al-Akwa radhiyallahu an, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka ndodhur në vitin e 9 të hijretit pejgamberit alayhi salatu wasalam në Kurban Bayram. Çka ju ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ka thënë dhahayakum, kurbanat e juve o ju musliman, mos t'ju mbesin shpi ma shumë se 3 dit. Mos t'ket 13 dit as njani mish në shpijen e vet. Ka ardhë viti arshëm, kurbani arshëm, dhe sahabët e kanë morë urdhën, kanë menu që urdhë i vazhdon. Ka thonë një hera jo vlena pet. Kur ka ardhë kurbani radhës vitin e 10 të hijrit, ka thonë ja Rasul Allah, a ta bëjmë njësoj kurbanin që ditën e 3 me mos me met as një cop mishi? Tha jo, kulu e dëkhiru, tash hani, depononi edhe futni, qka do një bani me ushqimin e juve? Nga se vitin e kaluar patëm kriz të ushqimit, andaj desha të shoqëroj juve zëngineve me fukarave. Qika, nuk jetohet për veti, nuk jetohet veç për shpinën tane, e kam ba unë e mirë në të kallët dunjaja. Jo, vallaj, së mundet mu kallë dunjaja pa u kallë dhe ti.
Se dhe ti e në dunja s'munët mu kallë kojshia pa u kallë edhe ti. S'ka mundësi mu kallë ketë muslimant atje pa u kallë edhe na. Pa andaj në të kallët pak ndërgjegja nëse s'do me të kallë Allahu subhanahu wa ta'ala në zjarë xhenemit. Shikoni të ndëruar xhamat çka ti ndodh njerëzimit. Që ta kuptojnë se na e na të i nis shenjat e kiametit. Dunjaja atë shku ka e mira ka e prapa. Njerëzit thonë ka mu bo mirë, janë të në rrejt në përdit, kina me bo mirë në këto. Qa kini me bo mirë? Qa kanë me bo mirë? 6 miliard pabesimtar, 2 miliard musliman të deklarum, 8 miliard dunja, 8 miliard dunja. Vdesin në syt e botës me satelitat pa me kamera, vdesin 2 milion njerëz. Vdesin 2 milion njerëz. Dërko që pejgamberi alayhi salatu wassalam kurbanin që e ka therr aj për hir të Allahu xhelal, kurbanin ka thënë 13 ditë mos të mesemish se ka fukara. Apo ushqimet tona, pijet tona, harxhimet tona që i bëjmë ne, dërko që njerëzit rrokën për lukse, e rrokën për vetura, e rrokën për kapitale, a ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam vuan vuajtjet më të mëdha që ka mundësi njerëzimi me i vujt. Andaj të ndëruar xhamat, le ta kthejmë pak njerëzillok të vetët tona. Le ta kthejmë pak ndërgjegje në vetët tona. Mos jetojmë veç për veti. Nëse e dini fukara kushi, interesoju pak. Nëse e dini njëri s'ka, interesoju pak. Çka i thanë sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam? Thanë ja Rasulullah, këto muhaxhirt s'janë të pasur me hangër. S'kan shku muhaxhirt me kallëzue. Nuk e kanë prit fukaraja me ardh të shtëpia, i nënçmu me i lik, e i përçmu me thonë, o vlla s'kam be, mos e prit çashtu. Sa zëngini pik kibri thot, po pse s'u ka kallëzuaj mua? Po pse me duhet ti me të kallëzuaj? Pse duhet ti me të kallëzuaj? Kush të ka dhënë ti buk? Allahu xhallahu ala. Atë kush e ka krijuar? Fukaraja nësa fukara nuk ka i lig. Ka fukara ndershëm, thot Allahu subhanahu wa taala për disa prej fukarave. Ka prej fukarave të cilët njerëzit që si njohin mendojnë zëngina. Ti amenon se çdo fukara të zgadorën. Po ka fukara që vdes me kënari edhe s'ta zgadorën. Ama ti ku ka me të ftira që ki mundësi me ndihmue se ki ndihmue. Andaj si cili që ka mundësi me ndihmu vllahun e vet, le ta ndihmon. Si cili që ka mundësi me ndihmu në shtëpi e time, le ta ndihmon. Si cili që ka mundësi tash për shembull sa prej fëmijëve s'kan mundësi ndoshta me mbledh ato nevojat e fëmijëve vet për shkolla, le shkojë le ta ndihmoje. Jo mi kallzuki dunjajës. Jo me qitë në Facebook. Çe hoxha. Jo. Ndihmoje dhe shuj. Sadakaja mbështjellë dhe harroje. Sadakaja ka thonë alayhi salatu wassalam, sadaka ajo e cila jep dora e djathtë e se sheh e majta. O shiko se ngat janë di durt, çiri durët e tua. Kjo kur ta jape, kjo mos me pa. Bane e sap kjo me pa se sheh. A çka bëhet që njerëzit sot i kushzojnë ndihmat me Facebook? Thot ta jap, a e çet Facebook? A e kupton njerëzit sa janë të lidhur për egot e veta? Për unin e vet, ku jet Allahu xhelel xhelalu? Sot njerëzit na manipulojnë se unë këtë punë e baj për Allah, e ndihmoj për Allah, apo edhe pastaj ti thu, po hajde ndihmoje që ta, thot parët. Po pse u alodh njerëzve krije që ti fol për Allah, e punon për Allah? I kanë komercializu kreta e adhurimet. Pitte zeqati, prejte haxhi, prejte umreja, prejte sadakaja, prejte ndihma me shtëpia, këti kanë komercializuar. Çeti parët si dush. E fukaraja i shka të boje. Fukaraja i shka të boje. A i që s'ka shka të boje. Andaj tha alejsa, dhahajakum, kurbanat që ka i therni, 3 ditë mës t'ju zonja të shpia, se ka fukara që s'kan me hangër. Andaj të ndëruar gjëmat, këtë të hadithe, duhet të ngritin vëdijin e muslimanit, ndërgjegjen e muslimanit, le ti djek prej mrejna muslimanit, nëse e shani vlla musliman që s'ka mundësi. Po, nëse s'ki mundësi me ndihmu, ajo mesele tjetër, ama nëse ki mundësi me ndihmu. E dikush thot, e çka me bona o gjë për ata muslimanët se s'kena mundësi kur xha me ndihmu, e pak ta me kajt për ato. E pak ta me i kujtu ata, që kaq. Dikush thot, po s'ka udh, në rregull e dim që s'ka udh. Po, a je me ta? Allah ka me të vetë, vallahi ka me të vetë, ka i kanë. A je di që s'ki udh, ka me të vetë, ka i kanë. Ka cëlaan i kanë. A më zvalli kanë ka ana kriminalit? A më zvalli kanë ka ana dorës agresore? Apo je kanë me musliman të dopt? E lush me Allahun që Allah të në arreshton ka muslimant. E lush me Allahun që Allah të në ban për muslimanve. E lush me Allahun që Allah të i pason zemrat tona, ti ban zemrat tona të devotshme, ti largon Allahu likësit për zemrave tona. E lushim Zotin e madh që Allahu subhanahu wa taala mos ta bën që ne të jetojmë për ushimin e egove tona, mos ta bën që ne të jetojmë për ushimin e epsheve tona.